Për disa muaj familja Martinez shikoi pa fuqi ndërsa 5 vjeçari Ethan u tërhoq në heshtje të plot, duke ignoruar zërat dhe duke dështuar në teste të shumta të dëgjimit nga specialistët që konfirmuan humbje të konsiderueshme të dëgjimit. Kur datoja me përvojë Maria arriti për të ndihmuar me djalin e tyre të shurdhët, ajo filloi të vërente mospërputhje delikate në sjelljen e tij. Në momentin që Maria ndau zbulimin e saj tronditës me Davidin, ai u trondit shumë. David Martinez kishte ndërtuar atë që dukej si një jetë perfekte. Shtëpia e tij në periferi gumzhinte nga zërat e lumturisë familjare. Sara, gruaja e tij, kërkonte ndërsa përgatiste mëngjesin çdo mëngjes. 5 vjeçari Ethan zbriste shkallët me vrull, gati për të ndarë çdo mendim që i kalonte në mendje. Djali ishte një bisedues i madh. Ai pyeste për gjithçka. David i donte këto momente. Ai ndalonte nga kafeja e mëngjesit për të përgjigjur në çdo kurreshtje me durim. Fqinjet e njinin mirë familjen Martinez. Ethan do të tundte dorën me entuziazëm ndaj çdo kujt që kalonte. Zëri i tij i ndritshëm bante biseda për ditën e tij në shkollë, lodrat e preferuara dhe planet për aventurat e fundjavës. Udhëtimet e fundjavës në park u bën tradita familjare. Ethan do të vraponte përpara duke thirrur prapa prindërit për çdo zbulim interesant. David e Sara do të shkëmbenin buzëqeshje, mirënjohës për djalin e tyre të folshëm dhe të angazhuar. Por diçka i filloi të ndryshonte në botën e tyre paqësore. Ndryshimet erdhën ngadalë në fillim. David vuri re se Ethan duke i shpërqendruar gjatë bisedave në darkë. Kur pyetej për ditën e tij në shkollë, Ethan do të shikonte bosh në vend që të fillonte historitë e tij të detajuara të zakonshme. Sara mendonte se djali i tyre thjesht po kalonte një fazë rebelimi. Fëmijët shpesh injoronin prindërit kur ishin të përqendruar në lodra ose televizor. Por David ndjente se diçka më e thellë ishte gabim. Djali që dikur përgjigje menjëherë në emrin e tij tani duke i humbur në botën e tij. Ndryshimet u përshpejtuan gjatë javëve në vijim. Ethan ndaloi së vrapuari për të përshëndetur Davidin kur ai vinte nga puna. Në vend të kësaj, Ethan mbetej zhytur në çfarëdo aktiviteti që e zinte vëmendjen e tij. Shikimet bosh u bën më të shpeshta. David testoi dyshimet e tij në rritje duke thirrur Ethanin nga distanca të ndryshme. Duke qëndruar pikërisht pas djalit, nuk prodhonte asnjë reagim. Thirrma nga lart i jepte të njëjtat përgjigje boshe. Fëmia dikur i vëmendshëm vepronte sikur zërat thjesht nuk ekzistonin më në botën e tij. Pastaj erdhi momenti që i freksoi vërtet Davidin. Një makinë shpërtheu fort jashtë dritares së tyre. Sara kërceu, David u drithërua. Ethan vazhdoi të ngjyroste figurën e tij pa ngritur as syt. Djali që dikur friksoi nga zhurmat e papritura, nuk tregoi absolutisht asnjë reagim. Vëllimi i televizorit u ngrit gjithnjë më lart. Sara gjeti veten duke thirrur gati për të tërhequr vëmendjen e Ethanit gjatë të rutinave të tyre të mbrëmjes. Shqetësimi i Davidit u rrit në panik. Ai planifikoi takime me çdo specialist që mund të gjente. Pediatri referoi te një audiolog për teste të plota të dëgjimit. Ethan ul qetësisht në kabinën e testimit para reaguar ndaj zërave në frekuenca dhe vëllime të ndryshme. Raporti i audiologut ishte shkatërrues. Humbja e konsiderueshme e dëgjimit pa shpjegim të qartë mjekësor. David ndjeu botën e tij duke i urrëzuar. Si mund të humbte dëgjimin një fëmijë plotësisht i shëndetshëm? Një mjek orele ekzaminoi veshët e Ethanit tërësisht, pa bllokime, pa infeksione, pa probleme fizike të dukshme. Misteri u thellua ndërsa dëshpërimi i Davidit u rrit. Ai organizoi konsultime me neurolog duke kërkuar çrregullime të përpunimit të lidhura me trurin që mund të shpjegonin gjendjen e djalit të tij. Çdo specialist arrinte në përfundime identike. Dëgjimi i Ethan ishte përkesuar dramatikisht. Shkaku mbeti i panjohur, por realiteti ishte i pamohueshëm. Sara luftonte për të pranuar diagnozën. Ajo e gjeti veten duke folur gjithnjë më fort, duke shpresuar të thynte çfarëdo barriere që rrethonte djalin e tyre. David hulumtoi aparate dëgjimi, kurse gjuhë shenjash dhe shkollat e specializuara. E ardhmja e tyre duke plotësisht ndryshe nga ajo që kishin imagjinuar. Të mbingarkuar nga nevojat e reja të Ethan, David mori një vendim tjetër.
Ai do të punësonte ndihmë profesionale, dikë që mund të ofronte kujdesin e specializuar që meritonte djali i tij. Maria arriti me kredencialen breslënse. Ajo kishte kaluar vite duke punuar ekskluzivisht me fëmijët me dëgjim të dëmtuar. Ajo solli aftësinë në gjuhën e shenjave dhe mjete komunikimi vizuale që mund të ndihmonin në mbushjen e boshllëkut në komunikimin e familjes së tyre. Gjatë javës së saj të parë, Maria vëzhgoi Ethanin me kujdes. Ajo shikoi rutinat e tij ditore duke shënuar reagimet e tij ndaj stimujve të ndryshëm. Përvoja profesionale kishte mësuar asaj të vërente detaje që të tjerët mund t'i humbnin, por diçka e habitshme e habiti syrin e trajnuar të Marijes. Ajo vuri re se Ethan do të zhvendoste pozicionin e tij në mënyrë delikate kur mikrovala bënte pip në kuzhinë. Edhe kur shpinën e kishte kthyer nga zari, gjuha e trupit të tij ndryshonte pak. Shumica e njerëzve do ta shpërthillnin reagimin e tij të vogël, por Maria kishte mësuar t'i kushtonte vëmendje sjelljeve mikro. Gjatë kohës së snekut pas dite, Maria kapi Ethanin duke shikuar drejt derës së përparë me disa sekonda përpara se hapat të bëshin të dëgjueshme për dikë tjetër. Rutina ditore e dorëzimit të postës duke se regjistroi në vetëdijin e Ethan përpara se zëri të arrinte në rangun normal të dëgjimit. Maria filloi të kryente teste informale. Ajo do të përshpëriste emrin e Ethanit butësisht nga dhoma të ndryshme, ndërsa shikonte për ndonjë reagim. Ajo luante zëra të njohur me vëllime të ulta, duke studiuar reagimet e tij me kujdes. Çdo test zbulonte mospërputhje të vogla që bëshin gjithnjë e më intriguese. Një pasdite, Maria aksidentalisht shoshoi një lugë druri pas Ethanit, ndërsa ai luante me bloqe. Supet e tij u tendosën pak, megjithse nuk tregoi asnjë njohje tjetër të zërit. Një fëmijë me dëgjim të dëmtuar nuk do të tregonte asnjë reagim fizik ndaj zërave që nuk mund t'i zbulonte. Ai ishte Ethan vërtet aq i shurdhër sa besonin të gjithë? Dyshimet e Marijes e çuan atë të vëzhgonte dinamikat familjare më nga afër. Ajo vuri re tensionin midis David dhe Sarës që shkonte përtej stresit normal të prindërimit. Bisedat e heshtura ndaleshin papritur kur ajo hynte në dhomë. Thirrjet telefonike zhvendoseshin në hapësira private kur Ethan ishte pranë. Një mbrëmje vonë Maria dëgjon zërin e Davidit përmes mureve të hollë të shtëpisë. Ai po fliste me tone të mpreta, të frustruara gjatë asaj që dukej një bisedë telefonike. Fjalët e tij mbërritën qartë në dhomën e saj të mysafirëve. David po fliste me dikë për procedurat e divorcit. Ai shprehte lodhje me menaxhimin e një fëmie me aftësi të kufizuara. Biseda zbuloi muaj diskutimesh të ngjashme me avokat dhe ndërmjetës familjar. Maria kuptoi se këto thirrje telefonike të nxehta ndodhnin rregullisht pas orës së supozuar të gjumit të Ethan. Dhoma e gjumit e 5 vjeçarit ishte pozicionuar pikërisht mbi dhomën e ndenjës, ku David zhvillonte këto biseda private. Nëse Ethan mund të dëgjonte diçka fare, ai do të ishte duke dëgjuar baban e tij duke diskutuar për shpërbërjen e familjes së tyre. Të nesërmen Maria ju ofrua Ethanit me butësi të jashtëzakonshme. Ai ul pranë tij gjatë momenteve të qeta, duke krijuar hapësira të sigurta për komunikim. Përmes bisedave të durueshme, të kujdesshme që nuk kërkonin përgjigje verbale, ajo filloi të kuptonte të vërtetën. Ethan kishte qenë duke dëgjuar argumentet e dhunshme të prindërve të tij për ndarje për muaj. Gridjet e zëshme për kujdestarinë, financat dhe martesa e tyre dështuar ishin bërë shumë të dhimbshme për një mendje 5 vjeçare për t'i përpunuar. Dëgjimi i tij selektiv nuk ishte mjekësor fare, ishte mbijetesë emocionale. Djali i vogël kishte zhvilluar një mekanizëm mbrojtës të pavetëdijshëm. Ai kishte mësuar të bllokonte zërin e babait sepse ai mbante shumë dhimbje. Konfliktet familjare që e tmerronin ata thjesht ndaleshin së regjistruarin në vetëdijen e tij. Truri i tij e kishte mbrojtur duke krijuar shurdhëri selektive ndaj zërave të lidhur me frikën dhe thyerjen e zemrës. Maria kuptoi se Ethan mund të dëgjonte perfekt. Ai zgjidhte të mos përgjigjej për të mbrojtur botën e tij emocionale të brisht. Testet mjekësore tregonin humbje dëgjimi sepse djali refuzonte të njohë zërat gjatë vlerësimeve. Mbrojtja e tij psikologjike ishte bërë aq e plotë sa imitonte dëmtim fizik të vërtetë. Momenti i zbulimit më në fund arriti. Maria ul me Davidin për të ndarë zbulimin e saj. Ajo shpjegoi se gjendja e djalit të tij nuk ishte mjekësore, por emocionale. Mekanizmi sofistikuar mbrojtës i Ethanit ishte zhvilluar në përgjigje të realiteteve të rriturve shumë të dhimbshme për një fëmijë për t'i mbartur.
bota e Davidit ndryshoi plotësisht. Procedurat e divorcit që ai kishte qenë duke ndjekur po shkaktonin drejt për drejt shurdhërinë e dukshme të djalit të tij. Argumentet e tij të nxehta me Sarën, thirrjet e tij të frustruara telefonike me avokat, shprehjet e tij të lodhjes për prindërimin e një fëmie me aftësi të kufizuara. Të gjitha këto ishin dëgjuar nga djali i vogël. Duke kuptuar të vërtetën, David bëri ndryshime të menjëhershme. Ai ndaloi procedurat e divorcit dhe anguzhua për këshillim familjar. Krijimi i një mjedisi të sigurt, të qëndrueshëm, u bë prioriteti i tij. Ngadalë me durim, ai punoi për të rindërtuar besimin që ishte thyer nga muaj konfliktesh familjare. Ethan filloi të përgjigjej ndaj zërave përsëri kur ndjente siguri emocionale. Dëgjimi i tij u kthye gradualisht, ndërsa mbrojtjet e tij psikologjike u bën të panevojshme. Familja mësoi të komunikonte hapur për luftimet e tyre, ndërsa mbronte fëmijën e tyre nga barrat e të rriturve, shumë të rënda për supet e vogla. Çfarë do të kishit bërë nëse do të zbulonin se aftësia e kufizuar e fëmijës suaj ishte në fakt mënyra e tyre për të mbrojtur veten nga konfliktet tuaja?